kërkesën e SPAK-ut, rrugë të tretë nuk ka. Rama po fillon, po përpiqet të fitoj kohë, pra shty këtu e shty atje. Prandaj quajta finale unë. Pikërisht sepse janë dy forca që ti e parashikon që do përplasen. Tani në krah SPAK-ut janë edhe institucionet e rëndësishme, forcë fuqitë e rëndësishme gjeopolitike, perëndimore, por mos harroni, është edhe populariteti. Po të bën një sondazh në opinionin publik. Ka mbështetjen e popullit. Është institucioni më shumë popullor, më popullor. Sot Shqipëria janë institucionet e drejtësisë. Që të thotë për populariteti ja merr Rama. Nuk e besoj, në të gjitha matjet e opinionit publik, SPAK-u është dhe përgjithësi institucionet e drejtësisë janë dukshëm më lart se Rama. Dhe nëse Rama do të guxojë ti prek, mos harroni që asgjë nuk ndodh nga prekja, nuk prek asgjë. Shoqëria jon edhe nga frika e pollit. Dit reagoj. Dhe u kam shpresë goxhat tek. Reagoj në Ukrainë. Tentuan ta prekin edhe në kol luftë u ngritën nuk preket as struktura e posaçme, as gjë balluku. As preket asnjë. Problemi është që në një moment duhet vendosur. Jemi përballë një elementi që do t'ja heqë imunitetin, do t'i japi të drejtën apo jo. Problemi unë po e them dhe i qëndroj gjithmonë asaj. Që e kam thënë po e them. Sepse, ore një sekundë, nuk vinë, nuk bën vaki të vi një prokuror të thoj në këshillën e mandateve që ne do themi 35 vjet. E diti kush dënohet me 35 vjet më? Kur ka dhunë krim të organizuar. Mondi t'ja di tani këtë pse mos u kap tek ajo. Është sanksioni normal. Zoti Qori, më shumë vëmendje e dëgjova për batut më tepër. Po sikur SPAK-u t'jetë kapur nga Lëvizja Bashkë dhe Zoti Qori dhe t'jetë i vetëm instrument për të larguar. Të gjitha. Jo, kjo është për hir të së vërtetës. Zoti Kurti, për cilin gëzoj një respekt maksimal, erdhi në pushtet vetëm atëherë kur u lirua rruga me pa të drejtë nga gjykata speciale dhe sigurisht që elefante politikës të cilët e kishin mbytur. Se erdhi para se ata të niseshin për në Hag. U bë kryeministër, madje qeverinë e parë. Kurti e ka dekretuar presidenti Hashim Thaçi. Tani, për të qenë koherent, besoj që pa tjetër është ashtu siç thoni ju, por rruga e Zotit Kurti drejt pushtetit dhe të legjitimuar dhe plotësisht të bindur, erdhi pasi këta elefante politikës të korruptuar, besoj unë, ishin dhe shkuan aty ku duhet shkonin. Me pa të drejtë, besoj pastaj është një çështje tjetër. Pra, le ta themi edhe për batut, po sikur t'jetë kapur nga Lëvizja Bashkë, SPAK-u dhe të heqin gjithë këta të korruptuarit. Ne s'kemi asgjë në dorë përveç forcës fjalës edhe forcës argumentit. Sa mund të peshoj fjala ime në këtë diskutim, aq është edhe ndikimi ynë mbi institucionet në përgjithësi. Okej. Ora po do një variant që bëjnë punën e tyre. Ky variant ekziston se e ka kapur Berisha, e ka kapur Rama, e kanë kapur këtë. Ora po bëjnë punën më burr. Një prerë të parë në Shqipëri po bëhet puna me politikanët që kanë qenë të paprekshëm. Kjo është ndonjë habi e madhe? Kaq e thjesht. Është apo jo habi?